Nuk e harroj se pas 3-4 ditët që bëra biopsin, më mori me bi në telefon, është e martuar, jeton të Tiranë. Dhe më tha, ajo, pa më folur gjë, filloj të qante në telefon. I thash, shke që qanë, ka dalë kanceroze, mami. I thash, po ti po më qanë për së gjallë, i thash, thash, unë nuk dorëzohem, unë do luftoj, i thash unë. Ti do ndimosh apo jo? Ajo e mbylli njëherë telefonin. Pastaj, pak, e hapi prapë dhe filloj. Po ti je heroin. Ana i qojnë, Ana i thash, shpirti mami, unë nuk dorëzohem, unë do të luftoj. Ishte një gjendje jashtëzakonisht e rëndë dhe e vështirë. Ti, ta kujtosh atë kohë, është e dhimbshme. E shkon ndonjëherë për mendje, thua si kaloi, ishte si një ëndër e keqe. Të kujtohet vetë pas shumë vitesh që ke kaluar? Në memorien time, në kujtesën time, ajo periudhë ka qenë shumë e turbull. Më thënë, kjo ka ndodhur si duket nga lodhja fizike që më ka dhënë edhe lodhje mendore, kështu. Si një ëndër e keqe. Sepse ra shumë. Kur isha në rreze, në aparatura, kështu. Qa mendoje? Zot më ndihmo. Luteshe? Lutesha. Zot më ndihmo.